Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Vazhdojmë më tutje, vëllezëruar, me emrin Allah Jalla wa Ala al-Latif. Fillimisht, sikur që jemi mësuar, të marrim nga rrënja e kësaj fjale për të kuptuar se prej nga burën ky emër. Andaj latufa ose latifa në gjuhën arabe vijnë me disa kuptime. Këto kuptime sillen mes bamirësisë, sillen mes njohjes së detajzuara të hollësishme dhe sillen gjithashtu kuptimet e lutfit mes diçkafi që është shumë e mirë, e këndshme, por nuk duket, nuk shihet, por ajo përjetohet dhe ndihet. Andaj edhe ne kemi në jetën e kësaj bote gjëra që i përjetojmë ne dhe kemi shumë nevojë për to dhe vazhdimisht i jemi duke i konsumuar ato edhe pse nuk i shohim. Sikurse është fjala për ajrin apo oksigjenin, ne e thithim vazhdimisht dhe është burimi i jetës tonë, por ne nuk e shohim atë. Prandaj edhe kjo është një kuptim i fjalës lutf në gjuhën arabe. Ndërsa sa i përket vërtetimit të këtij emri si i takon Allahut Azza wa Jall, padyshim se ka ajete kuranore që vërtetojnë se Allahu Xhallahu wa Ala e ka emrin El-Latif. Dhe këtë në 7 vende në Kur'an është përmend emri Allahut El-Latif. Në disa vende është përmendur i vetmuar, në disa vende është përmendur i bashkangjitur me emrat e tjerë të Allahut Azza wa Jall. Prandaj, sikurse thot Allahu Xhallahu wa Ala në surën Yusuf, inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Këto është emri Allahut El-Latif i përmendur qartas në këtë ajet dhe gjithashtu është përmend në surat e tjera të Kuranit kur Allahu Xhallahu Ala flet ose për bamirësinë e tij ose flet për pamundësinë e të pamurit të tij në jetën e kësaj bote, nga sa ai është El-Latif. Nuk mund të shihet, por ai përjetohet dhe ndihet. Dhe nuk mund të jetohet pa të. Sikur që e sjella shembullin e ajrit në aspektin gjuhësor. Ndërsa sa i përket kuptimit të këtij emri në raport me Allahun Azza wa Jall, dietarët kanë përmendur disa kuptime, e që të gjitha ato janë në koordinim të mirë me kuptimin e këtij emri gjuhësisht. Prandaj bamirësia gjithashtu që e ka kuptimin gjuhësor, edhe në raport me Allahun Xhallahu wa Ala, El-Latif është ai i cili u bën mirë vazhdimisht robëve të tij. Dhe gjithashtu një pikë kuptimi pak më të holla të kësaj bamirësie është ai i cili u ashpije bamirësinë robëve të tij nga rrugët që ata nuk e presin. Do të kjo është Latif. U bën mirë robëve të tij, por sikurse El-Muhsin që e kemi marr, por El-Latif nga rrugët që ata nuk e presin. Edhe nga këndët që ata nuk kanë paramenduar se nga ai kënd ose në atë formë do t'ju vije ajo mirësi. Dhe Latif gjithashtu ai që nuk shihet, nuk mund të shihet në jetën e kësaj bote, nga se është i fshehur dhe edhe kjo është një pikë kuptime të emrit Allahut El-Latif. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Atë nuk mund ta përfshin, dhe nuk mund ta arrijnë shikimet, ndërsa ai arrin të gjitha shikimet e tjera, ai sheh çdo gjë, ndërsa atë nuk mund ta sheh asgjë. Fjala është për jetën e kësaj bote. Dhe gjithashtu edhe në botën tjetër, Allahu Xhallahu Ala do ta shohim me lejen e Allahut Azza wa Jall. Mirpo ajo pamje nuk kupton se e përfshim tër qenë Allahu Xhallahu Ala me shikimin ton, nga se nuk mund të përfshihet në shikim Allahu te bareke ve taala. Mund të shohim nga ai atë sa ai na lejon. Përndryshe nuk mund ta përfshim me shikim Allahu Xhallahu Ala, nga sa ai është shumë i madh, shumë më i madh dua të them se që këtë mundësi të përfshihet në shikimin ton. Andaj sot ti mund ta përfshish me shikimin tënd një objekt, e sheh nga gjitha anët, apo andaj të pamurit e një gjëje dhe të përfshirit me të pamur, atë gjë ka dallim mes vete. Andaj Allahu Xhallahu Ala këtu kur mohon mundësinë që ta shohim Allahun këtë botë dhe mohon përfshirjen e tij në të pamurit e përgjithshëm, këtu e përmend wa huwa al-latiful khabir. Ai është Latif, është i padukshëm për juve nga gjitha anët dhe nuk shihet,
dhe është khabir, është i mirë informuar për çdo gjë. Dhe gjithashtu Allah xhallahu ala thotë në Kur'an ela ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, a nuk din ai që ka krijuar, ndërsa ai është që juve u bën mirë vazhdimisht, edhe pse ai nuk shihet, por mirësia e tij dhe begatia e tij mbi robët e tij vazhdimisht shihet, ndihet dhe përjetohet. Në këto janë kuptimet kryesore që rreth tyre është sill emri Allahu xhallahu ala el-Latif. Edhe pse pastaj dietarët kur kanë folë për ndikimin e këtij emri në jetën e përditshme të besimtarit janë qasur nga kënde të ndryshme. Por unë dua t'ju them një gjë të nderuar, e pastaj të kalojmë tek disa pika që një herë kemi sqaruar, por mendoj që sqarimi i tyre çdo ditë apo çdo javë do të ishte një freski e mirë për neve, duke pas parasysh për situatat, sfidat dhe problemet që kalojmë në jetën e kësaj bote. Allahu xhalla xjalaluhu kur e përmend tregimin e Jusufit alayhi salam, që është një tregim me të vërtetë i mbushur jo vetëm me mësime, nga se çdo tregim është i mbushur, çdo tregim kuranor është i mbushur me mësime. Mirë po, tregimi i Jusufit alayhi salam është i veçantë, nga se Jusufi alayhi salam ka kaluar në për sprova të llojeve të ndryshme. Andaj, duke filluar nga koha kur e kanë hudh vëllezërit e tij në pos, e pastaj duke u shitur në treg, e pastaj shërbëtor dhe rob në pallatin e princit, e pastaj sprova e madhe e tentativës për ta çnderuar dhe për ta prish moralisht, duke u provokuar në një situatë të vështirë, pastaj burgu, pastaj gjithashtu takimi me vëllezërit e tij, ka qenë sprovë, apo nga se përmallimi i madh për ta, mirë po nuk ka qenë koha ende që t'ua shfaq sekretin, dhe duke e fshirë këtë sekret dëgjon përsi një fjalë shumë të rëndë nga vëllezërit e tij, kur është fjala për atë anën e fshehur, dhe thonë in yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl, në qoftë se ka vjedh kështu vllai i tij më herët. Apo edhe kjo është një akuzë rënë ku Jusufi alayhis salam bindet se vëllezërit e tij do të thotë nuk e kanë larguar zilin ndaj tij, edhe pse ata e dinë se është i vdekur. Andaj shumë rënë njëri me e pasë dikush pia ka zili për zgjallë dhe për zdekti. Nuk ngopët edhe për zdekti për te. E kjo ka qenë sprovë e madhe. Dhe ka kaluar në për të gjitha këto sprova. Jusufi alayhis salam që në fund të gjitha këto të kurorizohen me të vërtet me një begati të madhe që Zoti xhallahu ala i dha Jusufit alayhis salam. Dhe tërë këtë udhëtim në për këto sprova dhe tërë këtë udhëtim në për këto probleme, Jusufi alayhis salam nuk din t'i komenton ndryshe. Dhe nuk din t'i analizon ndryshe përveç se duke thënë inna rabbi latifun lima yasha. Zoti jam është latif. Andaj nuk kam të analizë përveç se gjatë tërë kohës kam qenë në kujdesin atij që e kam el latif. Prandaj e ka sjell këtë mirësi, më ka begatuar, edhe pse vazhdimisht kam kaluar në për stacione të ndryshme të sprovave. Andaj vëllezëruar, nga kjo na kuptojmë edhe që kemi cik vazhdimisht dhe më herët se nuk ka sukses më të madh për njeriu në jetën e kësaj bote. Nuk ka gjë më të mirë se njeriu të arrijë të jeton me Allahun azza xal. Të jeton me emrat e bukur të Allahut te bareka o taala. Nga se sikur që e ceka, vëllezëruar, nuk ka asnjë ndodhi në botë që ndodh. Po flas për botën tonë ngushtë, s'po flas për zhvillimet tjera kosmologjike, por në jetën tonë të ngushtë nuk ka asgjë që ndodh e që nuk është reflektim i ndonjë emri të Allahut azza xal. Gjithçka që ka ndodhur. Dhe nëse e njeh Allahun xhallahu ala, din më së miri ta analizosh dhe komentosh atë që po ndodh. Qoftë të ndodh me emrin Allahut Ar-Rahman ose Ar-Rahim, ose Salam, ose Al-Mu'min, ose Muhaymin, ose Aziz, ose Jabbar, ose Mutakabbir, ose Latif, ose Khabir, ose nga emrat e shumta të Allahut xhallahu ala, por nuk ka asnjë ndodhi e që nuk mund të komentohet dhe analizohet në hijen e ndonjë emri të Allahut azza xal. Dhe duke i komentuar dhe analizuar të gjitha zhvillimet dhe këtë që kanë ndodhur, përmes njohjes së Allahut xhallahu ala,
ne jetojmë Allahun te bareke ve teala. Dhe jeta me të është një jetë këtë ndryshe nga jeta me nefsin, nga jeta me egon ton, nga jeta me epshin ton, nga jeta me të afërmit ton, nga jeta me çdo kënd tjetër, është një jetë e posaçme, një jetë e veçantë, që padyshim ata që e kanë shijuar, ata që e kanë provuar, na kanë përcjellur për hetime të këndshme që ne mundemi më kënaq veç duke i lexuar. E paramendo se si do të jetë rasti nëse edhe i përjetojmë dhe jetojmë pikërisht ashtu sikur që ata kanë jetuar. Prandaj ne kërkojmë që imani që e kemi në Allahun Azza wa Jall mos të jetë i ngurt, mos të jetë i zbehur, mos të jetë i plagësht, po të jetë plot gjallëri, që i jap gjallëri edhe jetës tonë, i jap kuptim edhe jetës tonë, i jap kuptim të gjitha zhvillimeve që ne kalojmë në jetën tonë të përditshme. E përmenda më herët se dietarët normalisht janë munduar që të nxjerrin përfitime të shumta nga ky emër El-Latif. Mirë po unë kam përzgjedhur që sot tua përcjell juve përvojat dhe përfitimet dhe mësimet që i kanë nxjerrë dietari i njohur Es-Sa'di rahimahullah kur e ka trajtuar emrin Allahut El-Latif. Ai ka bërë përpjekje që të kupton dhe ta zbërthen në shkrimet e tij aq sa ka pas mundësi të njeh mirësinë e Allahut përmes emrit të tij El-Latif. Edhe pse kjo është një përpjekje e një robi, apo që nuk do të thotë se ka arrit në fund. Kjo është e para. E dyta, po edhe të gjithë robërit e Allahut Azza wa Jall të tentonin që ta përshkruanin këtë mirësi të Allahut me emrin e tij Latif, padyshim se nuk do të kishin mundësi ta bëjnë këtë kurrë. Ase ne e morëm edhe në legjëratat e kaluara se Allahu Xhallahu Ala është El-Wasi', apo dhe nga gjerësia e tij është se edhe fjalët e tij, edhe me emrat e tij nuk kanë mundësi të përshkruan tërësisht, edhe nëse të gjitha oqeanet shndërrohen në ngjyrë dhe të gjitha drojnë shndërrohen në lapsa, ma nafidat kalimatullah. Nuk mund të marrin në fund fjalët e Allahut, edhe me emrat e Allahut. Qase emrat e Allahut janë qenia e Allahut. Apo nëse fjalët e Allahut janë vepra e Allahut Azza wa Jall. Prandaj nëse një vepër e tij nuk ka mundësi të përshkruhet, vetëm për diçka që është pjesë censorë e tij, nuk mund të thuhet kurrë. Andaj ne mundemi vetëm parafërsisht t'i afrohemi brigjeve të njohjes së tij. T'i afrohemi brigjeve të njohjes së mirësisë së madhe të Allahut xhallahu ala që e ka ndër robët e tij. Ndërsa pjesa e mbetur dhe gjërat e tjera padyshim se mbetin të panjohura për neve, por mbetin gjithmonë që ta kemi të freskët mendimin e mirë për Allahun xhallahu ala, nga se ka shumë gjëra që ne nuk i dim, por gjithsesi janë të mira, edhe pse na nuk i dim. Prandaj ai ka përshkruar në udhëtimin e tij me emrin Allahut El-Latif disa prej mirësive të Allahut Azza wa Jall që na vijnë e që fatkeqësisht njerëzit nuk dinë të lexojnë si duhet. As nuk e kuptojnë si duhet. As nuk e falënderojnë Allahun xhallahu ala për to sa duhet. Ndërsa të gjitha ato janë nga mirësia e atij që emri i tij është El-Latif. El-Latif, ai që u asill nga kënde të ndryshme, nga ai kënd që ai e din se është më së miri, t'i asill robit të tij begatin, edhe pse robi nuk e pret nga ai kënd, dhe nuk e vlerëson nga ai kënd, dhe nuk ja merr mendja se është mirë nga ky kënd. Por megjithatë, Allahu xhalla xhelaluhu vazhdon t'i bën mirë derisa robi të bindet se ky ka qenë më të vërtet mirësi e të madhe Zot për të. Qoftë në këtë botë apo qoftë në botën tjetër. Në çfarë thot Sheikh Sa'di rahimahullah në lidhje me këtë emër, pasi që edhe ai e përmend ajetin surën Yusuf dhe përvojën e Yusufit alsa me emrin Allahut El-Latif. Sa bukur është me pas përvoja me emrin e Allahut Azza Jall. Unë kam një përvojë me emrin e Allahut, për shemb, dikush më thon, apo e kam një përvojë me emrin e Allahut Xhallahu Ala El-Hakim. Apo dhe kjo është përvoja ime me emrin e Allahut El-Hakim. E një këtë emër dhe ta shpoditja për shtati përvojën që e kam me këtë emër. Unë kam një përvojë me emrin e Allahut Xhallahu Ala, për shembull Ar-Rauf, që kemi folë çka është Ar-Rauf, dhe pastaj e përmend përvojën që e kam me këtë emër të Allahut Xhallahu Ala. Kjo është jeta jonë, e mbushur me përvoja, por të ndëlidhura me diçka të caktuar. Andaj më së bukur dhe më së miri i lidhën përvojat tona me njohjen e Allahut Xhallahu Xhelaluhu. Andaj Yusufi ne sam përvojën e tij jetësore, që ka kaluar në prova të shumta e ndëlidhur me çfarë? Përvoja ime me emrin Allahut El-Latif.
Dhe ky dietar duke e përmendur këtë, duke thënë se nuk ka më mirë se njeriu të gjitha gjëra që i ndodhin ti analizon dhe ti lidh me emrat e bukur të Allahut azza xal, vazhdon tash më tutje për të përmend wa min lutfihi bi ibadihi. Thot dhe kjo prej min është gjuhën arabe lit tab'id. Don me tregu pak diçka. Ba'd ashay, pak diçka. Pjesa shumë mbetet jashtë asaj, por pak nga ajo që ne dim se është nga mirësia e Allahut azza xal është wa min lutfihi bi ibadihi, nga mirësia e Allahut xhallahu ala. Dhe kur themi mirësia dhe butësia e Allahut azza xal, kjo është një përpjekje gjysore për ta parafruar, nga se lutfi thash është më e gjon se mi thon mirësi vetëm. Por është mirësi në kuadër të shumë mirësive. Nuk vjen veç një mirësi me ta, po vijnë shumë mirësi tjera të shoqëruara ndoshta nganjëherë me gjëra të pakëndshme për neve, por edhe ato janë mirësi për neve. Andaj nga mirësia e Allahut xhallahu ala, nga bujaria e tij, nga butësia e tij ndaj neve është, thot Sadi rahimahullah, thot se me mirësinë e tij na ka nxjerr nga errësirat e shumta të ndryshme të kësaj bote në dritën e imanit dhe besimit në të. Andaj çdo kush për neve të nderuar, në qoftë se do ta përshkruante përvojën e tij të daljes nga errësira, do të shohim se sesli për neve ka nga një tregim këtë drejtim. Subhanallah. Edhe pse është dalje në një fushë të përbashkët. Mirë, po subhanallah, arritet deri atje përshkruan storin e çdo kujt në mënyrë të veçantë. Dhe për secilin e kupton ti se ka pas kujdes të veçantë nga ana e Allahut xhallahu ala, nga cila vrim ki më dalti në mejdanin e udhëzimit. Jo çdo kush mund më dal nga një vrim. Andaj shiko, secili njeri ka përvojë të posaçme të daljes nga errësirat në dritën e Islamit, në dritën e udhëzimit. Që ti e kupton se është kujdes gjatë tërë procesit të daljes derisa ke dalë, është kujdes dikush që të dalësh i sigurt, që të dalësh dalje të shëndosh, dalje sigurt të dobishme për ty. Në kjo është e latif. Ai cili për shembull e sheh vetën se sa larg ka qenë dhe ku ka arrit, nuk mund të paramendosh se sa mund ndoshta është dash shpenzohet. Sa energji është dash të harxhohet dhe shpenzohet. Ndoshta nganjëherë është edhe zhgënjy, është e pamundshme pikë këtu më arrit. Apo dhe për një herë vren se një kujdes i padukshëm, por i prekshëm dhe i ndihshëm për ty, po të përcjell gjatë të rrugës në stacionin e jetës tënde derisa po dal. Ka njerëz që subhanallah kanë përvojë të daljes nga ky tunel i tmerrshëm i devijimit, apo kanë kaluar në stacione që njerëz kanë pas përshtypjen se është duke u thelluar edhe më tepër, nëse ai ka qenë duke kaluar për të dalë ka drita aftë. Kush e ka ditë ku po shkon ky njeri? Ti e ke ditë ka jetë të shku. Ti se ke ditë ka jetë të shku. Ti çdo ditë je kon duke u thelluar në mëkat. Nëse ai ka ditë se jetë të dalë aftë. Nëse ai ka ditë se është të nxirr, ai ka ditë se po trek. Kur kush po si se ka ditë? Askush hiç. Veç ai ka ditë dhe ai të ka përcjell vazhdimisht, nga një, dhe të ka fatizu. Apo dhe kjo mirësi e tij, nëse ke mujt me mbet, do të thotë i goditur në ndonjë stacion të errët dhe të mbetesh përjetësh aty. Por ai ka vazhduar, të ka furnizuar me jetë, të ka furnizuar me energji. Edhe pse e kon duke i bën mëkat pas mëkati, zhytje pas zhytje, derisa befas ke dal, as ti vet nuk din çu s'ke dal atë. Andaj kjo është lutf, kjo është mirësia e Allahut azza xal ndaj robëve të tij, që i ka shoqëruar vazhdimisht në dalën e tyre nga tunelet e tmerrshme të devijimit dhe të zhytjes në mëkate. Dhe vetë kjo njëri me menu vallahi e kupton se subhanallah, sa është e madhe kjo mirësia e Allahut ndaj neve që nuk mund të përshkruhet, nuk ka fjalë që mund të thurret me të bujaria dhe butësia dhe mirësia e Allahut xhallahu ndaj neve. Vetëm kjo dalje sa kërkon romanat e shkruara. Sa është interesant. Njerëz shkruajnë roman për një ngjarje të caktuar dhe bën roman e madh, apo? Edhe pse në fund një ngjarje është tek e fundit. Nëse sa duhet të shkruhet për ty, apo për një dalje nga një tmerr i errësirave të shumta dhe ke qenë duke kaluar në errësirë, apo derisa ke dalë në mejdan e ditës, as nuk din çu ke dalë, as nuk din pse e dal. Cili për neve e din,
pse Allahu e ka udhëzuar. As nuk e dim, kur nuk e dim. As në shas nuk mund të zbulim kur këtë sekret. Ne mund të supozojmë, ma mërmenja më duket, po nuk din ti kur, pse ai ka zgjidh ty me të qitë për jashtë, e tjerë që kanë qenë ma afër se ti kësaj dite, i kalon enda në errësit. Ti s'din kë me komentu këtë, por se me thonë si Jusuf elsam, inna rabbi latifun lima yasha. Unë nuk di. As Jusufi nuk e din pse Allahu azza xal e ka bardhë në këto stacione për ta ngritur në fund me nuk e din. Ka pas njerë shumë afër Jusufit alsam për ta marrë pushtetin e shpërndarjes së ushqimit apo. Shumë ngat kanë qenë, shumë afër kanë qenë, shumë kanë investuar. Kush ka paramendu që një djalë i hudhur në bunar apo së shpejti kalon në për stacione të caktuara të jetës dhe bëhet njeri numër 1 në rajon apo në kontinentin e tij atje për gjërat elementare të jetës dhe bëhet njeriu më besnik dhe më i sigurt për mbretën e atij vendi. Kush e kish komentuar? Kush ka mundësi me buksilidhe? Askush. Apo më i pa thon atyre kush jo mërmenja se do të bëhet tërshikimtar i kësaj pasurie dhe i këtij pushteti, këtë kënon filoni se kanë gat, ky se rrin me këto. Askush kishte më qiu gishtin ka Jusufi alayhis salam. Mi po shikoj Allahu xhelalu ala si ka rregulluar gjërat apo subhanallahu. Tash këtë kombinimi i zhvillimeve e bënin gjëra të bukur. Apo por të ndara nuk din çka kolidi ka me këto apo. Kur të bashkohen e kupton ti se kjo ka qenë qëllimi apo. Andaj tek Allahu ka qenë të bashkuara vazhdimisht, por për neve janë të ndara. Apo andaj Allahu xhelalu ala me lutfin e tij, me mirësinë e tij, me bujanin e tij është ai i cili padyshim na nxjerr nga errësirat e shumta në dritën e Islamit. Dhe mendoj se kjo është një storie e rëndësishme që ne duhet çdo kush në mënyrë individuale ta mediton vazhdimisht. Nuk din çka u bë, çka ndodhi. Si ndodhi kjo punë? A për ty është ndodhia më e rëndësishme në jetën tonë? Kur gjë më e mirë s'ka pas mundësi më ndodh, as ka mundësi më ndodh se kur të kanë nxjerr për jashtë ata. A nuk din me komentu? Për as më thon Latif. E dyta që thotë ky dietar është se krahasën e kanë nxjerr në mejdan e udhëzimit. Na as atje nuk mund më nejt ata. Nëse ne kemi fuqi të brendshme negative që vazhdimisht na tërheqin ka nën toka, o pat më kthyn nën tokë. Ai të ka qit mbi tokë. Ai të ka qit në dritë, por ka fuqi të errta që vazhdimisht na tërheqin ti kthehemi nën tokës. Dhe ato janë shumë më të fuqishme për neve si njerëz, sesa ato që na shtyn të vazhdojnë më tutje në dritë. Përsëri Allah xhallahu ala na ka jap udhëzim, na ka jap mësim, na ka jap fuqi, na ka bërë mirësi, apo që ta mposhtim an-nafs al-ammara bisu. Atë nafs që urdhron vazhdimisht, shikoj Allah e ka quajtur ammara bisu. Çka i bie ammara bisu? Ajo e cila nuk ndalet së urdhruari për të bërë keq. Kur? Nuk ndalet kur së urdhruari për të bërë keq. Gjithmonë urdhon me bëu keq. Bën presion me bëu keq. Dhe ky presion për të bërë keq dhe për të bërë mëkat është i shoqëruar edhe me epshin e njeriu. Pastaj i shoqëruar me presion e shejtanit. Pastaj i shoqëruar me rrethin e njeriu dunjan. E i shoqëruar me shumë gjëra që vështirë është me shpëtu. Përsëri është nuk di çu shpëtova. Andaj dhe besimtari, sikur se ka në disa transmetime, edhe ai çuditet, por edhe me lajket apo çuditen kur një besimtar i dorëzon shpirtin Allahut azza xal dhe arrin që ta dorëzon të pastër si duhet apo. Me kalu në për tunel të dunjas është vështirë, nuk është lehtë me kalu, apo të dalësh faqebar në fund. Kjo është më rëndësia apo. Prandaj edhe ka një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Allahu çuditet. Jo si takon Allahut azza xal normal, jo sikur se na. Po kjo në kuptim pozitiv. Për një djalash leysa lahu sabwa. Një djalë i ri apo i cili nuk ka anim ka epshet, nuk i bëjnë përshtypje joshet, por vazhdon në rrugën e Allahut azza xal. Stabiliteti i tij dhe fuqia e tij, qëndrueshmëria e tij në këtë rrugë, edhe pse nga Allahu është, nga mirësia e tij, megjithatë edhe kjo bën që Allahu të çuditet me stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e këtij djali në këtë rrugë. Kush ta ka mundsuar që kjo çudi e madhe më ndodh? Veç e Latif. Ai ka Allahu alem nga cila ani imi duke u furnizuar me stabilitet. Ne nuk e di. Ne nuk e di me çka imi duke u ushqy
që po mundemi me i përballu të gjitha këtyre sprovave dhe nuk e dim. Në veç e dim që inna rabbi latifun lima yasha. Veçim që ajo është latif. Ai ka rrugë të veta të fshehta që na nuk i shohim, por na po e përjetojmë stabilitetin. Ne po na vjen kënaqësi, ne po na vjen qëndrueshmëri për të vazhduar tutje, edhe pse nuk po dim për ka po vjen ato. A kemi ndinë ndonjëherë apo a kemi komunikuar ndonjëherë me emrin e Latif për ta kuptuar gjendjen tonë të këtij stabiliteti dhe qëndrueshmërie në fenë Allahu xhallahu ala. Ka nuk i mundësi me qëndru. Nuk i mundësi me qëndru. Absolutisht asnjë sekond nuk i mundësi të qëndrosh në qoftë se e Latif e ndërprej furnizimin atë. Absolutisht e pamundshme është. Por ne nuk e ndim këtë për shkak se nuk jetojmë me emrin Allahu xhallahu ala e Latif si duhet. Gjithashtu të ka thonë ky dietar se prej lutfit të Allahut azza wa jall është se u ka ndarë robëve furnizimin jo në bazë të kërkesave dhe nevojave që i kanë, por në bazë të dijes që ai ka për atë që u bën dobi. Allahu xhallahu ala subhanallahu shikoj kujdesin e tij. Do të thotë kujdeset për neve më mirë se që kujdeset i afërti për të afërmin e tij, se prindi për fëmijën e tij kur është i smur. Rresku kemi thënë është shumë ngjyrësh, nuk është vetëm një ngjyrë, apo i ka shumë nuanca rresku i Allahut, nuk është vetëm një ai material. Apo dhe tash duhen shumë nga këto nuanca të drejtohen ka ti. Por ti lyp një nuancë të më theksuar. Nëse Allahu xhallahu ala e din se nëse kjo nuancë bëhet më theksuar, dëmtohesh. Duhet me e bën një nuancë tjetër më theksuar, ty as të pëlqen. Apo edhe pse ty nuk të pëlqen kjo. Edhe nuk është e këndshme për ty, megjithatë ai vazhdon me të bëjë mirë për të mirën tonë. Jo pse ai nuk ka sikur se kemi thënë për ta frymzuar një robot. Kjo është me të vërtetë një domethënë nëse informat ose është një gjë për të medituar dhe për të çudit njëri çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje. Çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje. Ai e din më mirë dhe ti i bindur se ai e din më mirë për ty çka ty duhet apo. Apo edhe pse ti nuk je duke i besu praktikisht këtë që ti e din ndaj tij teorikisht, nuk je ty ja besu. Ai përse i vazhdon apo me të bëu mirë nga rrugë të ndryshme, me të me furnizim që ai e din sa është për ty më mirë apo. Ai e din sa duhet ty. Nga se në qoftë se t'jap nga ky furnizim i kësaj nuance, kësaj ngjyre që ti po e kërkon, duhet të zbet një nuancë tjetër për të balansuar rrezikun. Apo nga se ka balancim këto. E në qoftë se zbet ajo nuancë atje, nuk ka kuptim kjo nuancë këtu pastaj. Sikur sa ata dizajnerët që punojnë me ngjyra ose ata tjerë, apo ata e dinë se fuqizimi i kësaj apo e zbekët. Edhe pse kjo po duket shumë e bukur, po kjo pe zbekët nuk po shihet kjo tjetra. Bukuria e kësaj nuk po duket. Andaj duhet me zbek kët pak për ta fuqizuar kët pak. Për dalë në fund një pamje e bukur, një jetë e mirë e njeriu. Jo jetë që s'ka ngjyra, s'ka kuptim, s'ka shije. Sikur që shohim njerëz që Allahu xhallahu ala u ka shtuar nuancat e ngjyrave, u ka shtuar, por u ka zbet të tjera krejt. Andaj edhe këto që ju kanë me të ndriçuara s'kan kuptim. Pi kuptimi s'ka, absolutisht. Dhe sheti se ty ta ka rregullu, ta ka stabilizu, apo dhe thush El Latif. Se jo të gjithë përfitojmë nga emri Allah El Latif. Jo Allah ndaj të gjithë dhe sillet me këtë emër El Latif, jo ndaj të gjithëve. Ja, dikujt ja debalanson. Për shkak se po e kërkon. Dhe nuk meriton me u kujdes. Andaj ja debalanson. Sa njerëz u ka jap, për shembull, pasuri, por nuancën e rrezikut të shëndetit ja u ka zbej atë. Nuancën e rrezikut të kënaqësisë shpirtërore u ka zbej. Nuancën e rrezikut të pajtimit familjar u ka zbej. Ata kanë, është vërtet, numerikisht ata kanë letra. Ata letra kanë, mirë po nuk kanë familje, nuk kanë nder, nuk kanë fytyrë.
Nuk i kanë shumë gjëra tjera që ti një ditë me të patot në zihet jeta. E ju ai këtë jetën e ka që shtu apëtën. A ti nuk e ke ditë, ti këto kurse ke kërku, apo? Kurse ke kërku kështu, ai ta ka rregullu në anë të jetës tënde që ti jesh i kënaqur ti apëtën. Ti jesh i lumtur ti jesh i qetë, i sigurt në kësaj bote apëtën. Dhe kjo është një kuptim i rëndësishëm i emrit të Allah xhallahu ala el-Latif për kujdesin e tij të vazhdueshëm në furnizim që e zbret mbi neve. Për lutjet e Allahut azza xal dhe ndëruar është se Allahu te bareke ve teala u dërgon robëve të tij nganjëre sprova nga llojet e ndryshme. Dhe këto sprova sikur se kemi thënë në disa raste ndaj robëve që Allahu xhallahu ala i trajton me lutfin e tij. Është po flas për çdo sprovë. Edhe nuk po flas për çdo rob, por po flas për ata rob që Allahu xhallahu ala i ka sprovuar me emrin e tij Latif. Nëse edhe sprova vjen nga emrat e ndryshëm të Allahut të xhel. Dallon me të sprovu me lutf, apo me emrin e tij Latif, dhe dallon me të sprovu me emrin e tij El Jabbar. Dallon me të sprovu me emrin e tij El Rauf, e dallon me të sprovu me emrin e tij El Qahar. Në poshtësi, sprovon me të në poshtë. E Rauf, sprovon me të ngrit. Dallon me çfarë emrit ka sprovu. Andaj nëse sprovat ka ardhur përmes emrit të Allahut El-Latif, atëherë i dërgon sprova robëve të tij, sikur se ka ardhur në transmetime të ndryshme dhe këtë e keni të njohur, se Allahu xhallahu ala i sprovon robët e tij për shkak se i don. Për shkak se i don. Prandaj sprova e ardhur nga emri i tij Latif është sprova që ka pejgamberëve. Dhe kjo është kuptimi i hadithit ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Njerëzit më sprovuan janë pejgamberët, apo jo më sprovuarit me emrin El-Qahar, me imposht, jo. Me ata i sprovu tjerë me emrin e tij Er-Rauf dhe El-Latif. Me çfarë sprovu pejgamberët? Nga ky kënd Allah i ka sprovu. E kanë sprovuar mbi këtë kënd gjithmonë ngrit. Nga se ai po do më ngrit, ai po do më rrit, po për shkak se kjo botë nuk ka vlerë tek Allahu xhallahu ala, apo po don Allahu xhallahu ala që këta robët e tij të mirë ta marrin të pastër hedijen e xhenetit nesër pa e shpenzu asnjë fije nga begatit e ndryshme që mund t'i gëzojnë jetën e kësaj bote. Prandaj sikur se ka thonë Ebu Darda radiallahu ta'ala anhu, këta njerëz në çuditshëm vëllezër nderuar. Shikoj si kanë kuptuar gjërat. Ebu Darda thot: "Uhibbu thalathan yakrahuha an-nas." I du 3 gjëra që njerëzit i urrejnë, unë i du. I kanë çka don ti që njerëzit urrejnë? Kan uhibbu al-maut, wa uhibbu al-marad, wa uhibbu al-faqr. Kan e du dekën, e du smundjen dhe e du varfrin. Cilën peshri i do njerëz? Asnjë, këtë i urrejnë. Kan e du. Pse i don ti? Ka thonë, e që tash jo spjegoj, e ku ta spjegon, po na i dëm që po që kjo është me të inspiruar El-Latif çka më dash. Edhe pse është sprov. Nga se zhveshëm nga emri Latif, kur se don, është ngarkesë, por kur të përzihet kjo sprov me Latif, bëhet e ëmbël. Bëhet e ëmbël. Nëse ka shumë pije që janë të hidhura, apo po se ajo që sheqerin bëhet perfekte, takona me pije apo. Edhe sprovat janë të hidhura, por me aqit El-Latif e bën të shishme. Ajo që s'është e provu, thotë që po më e pin, sa nuk e din shijen e asaj që ti e ke përzime të aftë. Andaj Budata ka thonë i du 3 gjëra që njerëzit i urrejnë. E dua vdekjen, ka thonë pse e do vdekjen? Ka thonë ishtiyakan ila Rabbi, nga si jam përmallu për Zotin tam. Apo du me pa Allahun azza xal. Përmallimi për Allahun po mban që ta dua vdekjen. E ka thonë pse e don smundjen? Ka thonë nga se është pastruesi më i miri i mëkateve të mia aftë. Apo nuk ka më mirë se më fshin gjëra se smundja. Andaj kur paramonoj çka po fshin, po harroj çka po ndi. Kur paramonoj çka po fshi, po harroj çka po ndi. Po harroj çka po ndi. E ka thonë pse limadha tuhibbu al-faqr? E pse do të vafin? Ka thonë tawadu li Rabbi, nga se më bën më modest. Me pas pe harroj Zotin. Si s'po kam, më shumë pe boj dua, po lut, apo bin sejdë më tepër aftë. Andaj, shiko, kjo është që na duhet me kërku këtë, normal, jetë me kërku në qenjen,
Rahatin, kjo është më mirë për neve. Mi po shikon kur kuptohet sprova në hijen e emrit Allahut El Latif, del me çudina. Njerëz sin me kuptu kët. Ai ka kuptu kështu. Ai ka kuptu vdekjen dashuri. Shikoj vdekja i sjell dashuri ndaj Zotit xhallahu ala. Smunja për ulje dhe nënshtrim dhe falje të mëkateve. Ndërsa varfria, modesti. Ja di më mirë hallin tjerëve. Më mirë ja di tani falërimin Allahut azza xal e kështu me radhë. Prandaj këtë kuptim e tepë Allahu xhallahu ala me një sprov. A nuk është latif? Sa gjëra, vallahi, kur si këshum kuptua pa. As këshum ditë kur teorikisht nëse e kena ditë, por kanë qenë të thata, të zbrasta, të pa kuptimta. Dhe El Latif ka dashur ti mos me dek pa i përjetu. Të ka sprovu, i ka shije kuptimeve që i ke pas, teorikisht të stresuara në mendjen tënde, por kur si ke ditë çka i bën kjo puna apo. Apo andaj me sprov i ka jap kuptim jetës tonë, me sprov i ka jap kuptim imanit tonë, me sprov i ka jap kuptim krejt aso çka e kemi, se pa to s'kshum ditë. Sa njëri ka kuptu dhikrin, vallahi, dhe ka ndin dhikrin sot, tamam si duhet, ose spaku shumë më mirë se më herët, veç për shkak një sprove që ka godit ato. Që kjo është e latif ato. Ka dash mos me ta hub dhikrin, se vallahi kena mujt me kon të shëndosh pa u sprovu. Mirë po, në qatë mënyrë që shna bu dhikr, edhe pak ko është dash dhe me lon krejt ato. Nga se rutinë, një mekanike, pa pritim, pa shpirt, a i s'po do me të nda, la ilaha illallah, a i s'po do me të nda nga përmendja ti, po do në ti me vazhdu, a dhe duhet me do në furnizim, duhet me t'jep dhe qka, edhe qka të mon në gjallë në përmendja ti, kuptimi i drejt i dhikrit, e qysh me kuptu pra këtë kuptim, ta ka qu s'provon, apo, e kur s'ka godit, ta ne ke kuptu qka i bije me thonë, la ilaha illallah, subhanallah, e kuptu që thotë Allahu Akbar, e kuptu elhamdulillah, o arret, me të plëcu, të ka sprovu për me të plëcu. E sërë të ka ndodhë një të në kjo, që të se ke ditë që kjo plëcim për të vjen për me sojdere, e fshehë të kona ja, ka qenë e paketuar, e fshehur ka qenë, e pa kuptushë për ty, për me gjithat, Allahu Gjellera e ka fshehur në këtë pako të pakëndshme për ty, që në brendin e soj ku një hedije e madhe, që sot se këshendru kur, në që se kimen, kur se këshendru, apo me asgjë nga e që të kaluar. Sa njëre kanë kuptuar një gjithë madhë njëtë në kësaj bote, dhe mi ju thonë, a kështë pranu mu të jekë që e sprovë, por mu të jekë edhe begatia që i karë, së pranan kur apëtën. Kur? Mi thonë ashabët pejgamberit sallallahu alaihi sallam, këni jekë bëllë, këni vujtë, a e gjbani këtë punë? A e kanë gjbani herë? Kur? Që ta dhe lirë shumë e kam përmenë, në marrëveshjen në Hudejbes, lirë shumë pejgamberit në ka thonë. Kush vjen për neve atje, s'ki nevoj me e këthuj apëtën. Me kelivi ka, kush vjen për neve, nuk ki nevoj me e këthuj. Pse? Ase të garantoj që i kërkosh s'vjen apëtën. Për ata lirë shumë unë e në shuj këtë punë. Kush vjen për Medinës në Mekë, mos e këtheni në Medinë, kur? Mane për veti. A u këthy kush? Kërkosh së këthuj apëtën. Po kanë hjekë shumë, në gjdo aspekt kanë qenë sprovuar apëtën. Mirë pa Allahu Gjallaj Gjallaj dhe nëruar, kur s'provon me emrin e tij Latif, këtë manë e men mirë, kur s'provon me emrin e tij Latif, i lodh gjymtyrt e knat zemrën. Apo, jep një fuqin mbrëmshme që ai që përjasht nuk e din çka ka bëu kjo, çish po mundet kjo. Po ja ka pa ti mbrëmje diçka që të së shat punë, që kjo lutfi e fshehura. Fshat ka qit diçka mbrëmje, ai është tani. Andaj sikur se ka thonë ai poeti arab, apo tara al mu'adhaba yabtasimu. E shatë që është duke u dënuar tu kesh. Qush po ti se din çka ti nuk e din çka ka mbrana, nuk kur për tu se fshehur azi, pa në mënyrë pa dukshme të fshat ka fut në zemër ti Allahu diçka, edhe pse ja ka lodh gjymtyrt, është vërtet, edhe pse është duke përjetuar mundim në aspektin e jashtëm me siguri, por në zemër e ka hudh forën e kënaqësisë. E son njerëz ja ka pushu gjymtyrt, posha kur gjëç, po zemrën ja ka lodh atë. Apo që kjo dallim mes të sprovuarit me Latif dhe të sprovuarit me Qahar, Jabbar e me tjera që Allahu dënon me të robët e vet apo. Prandaj kur sprovohet me Latif e ndin të në shpirt të në freskin që të vjen fshehur azi, po thu se veç ty po të tëtë, e kom vendos me të knaq, për kur se din këtë punë, veç unë e te apo. Se lutf fshehur azi është të zvion kësia, kur se shapë, tjertë po të shojnë
qa po hekin gratë, që maraj pi fukarallëku, maraj pi sprovave, sa smunja, këtë tjerë të bojnë ti, apo, mundi si viktim, tjerë të mshirojnë, ndërsa ata nuk e din, sa ata janë për mshirë, ndërsa ti e në begatia. Sigur që ka thonë Shehu Ibn Tejmi rahimullah, apo, që e kemi cek, kur ka qenë në burg, i burgosën, i privuar nga çdo e drejt, tefsirin e ka shkujt me gur, në mur, apo, s'ka pas laps edhe flet nuk i kanë jep në burg. E mësosin për ushqime për gjitha tjera që i kanë munguar. Apo, dhe ai thot, subhanallah, ai nuk rran, nga se kjo është bindja jonë për te, e s'ka nevojë me rrajt. Thot, nuk di me çka tu a paguaj këtë mirësi që ma keni bërë me më fut në burg. Andaj Ibn Tejmi rahimullah ka kërkuar një farloj rrugë dhe metode për t'ju falenderuar njerëzve që janë duke e dënuar dhe burgosur. Për shkak të kuptimeve të mëdha që i janë mundsuar me i shiju mrena burgut e që nuk i kishte shijuar jashtë burgut. Sa komente të thella të Kur'anit, madje sa kuptime të rëndësishme të disa ajeteve që kanë qenë problematike për shumë dietar para tij, janë shfaqur duke qenë në burg. Andaj kur e ka marrë në dorë këtë hedije të kuptimit të një ajeti, ose të një përmendje të Allahut azza xal, ose të një hadithi, e ka harruar gjendjen ku është, e ka harruar situatën, e ka harruar rrethonën, por ka thënë nuk di si t'ju shpaguaj për këtë mirësi që ma keni bërë. Tash ndryshe po adhuroj, tash ndryshe po përmendi, tash ndryshe unë jam, tërësisht, për çfarë arsye? Nga se atje në burg, në qoftë se e ka ndaluar me u fut, në qoftë se e ka ndaluar që të futet në burg tek ai buka, dhe pija, dhe lapsi, dhe fleta, nuk kanë mundësi të ndalojnë që të deportojnë në zemrën e tij kënaqësia Allahu xhallahu ala. Ka sunë ndalen, apo ti mush, andaj ka Ibn Tejmi rahimullah, ma dha yaf'alu a'da'i bi. Çfarë janë duke bërë me mua këta njerëz që s'janë rahat me mua? Apo ajo që ata po doin me gjynzu mua është mrena, koridori i saj është i hapur, ai s'mbyllet kurr. Ti mund të mshël këta, edhe këta, edhe këta, mund të mshël gjitha këto, mshëlen këto. Apo mundën këto më mshël, por kjo s'mshëlet kurr. Nga se këtë Allahu s'e ka dhënë kërkujt, hiç më mshël. Kjo është në komunikim të drejt për drejt me Allahun xhallahu ala. Për këtë arsye edhe ajo që e furnizon këtë zemër me atë çka të tjerët doin me të privuar në aspekt jashtëm, vije përmes emrit El Latif. Andaj është po, ai sprova është, po ka herë a ke po. Për shembull, në qoftë se e ki në mur, në qoftë se e ki ose nguri dikun, del uji, por del nga 4-5 vrima, del nga pak. Pikon ka pak, apo. E ti do me qitë ma shumë, çka bën? Çfarë bën? I mbyll vrimat e tjera. Me mbyll në vrimat e tjera, fuqizohet dole nga një vrima. Apo? Andaj nga njëra, Allah xhallahu ti mbyll do vrimat jashtme, apo janë mbyll, ka pak, do në goja mbyllet nuk hin ta që shki qefti, nga ushqimi dhe rrezku, apo mbyllet të kësyt, nuk shep bash qef që shki ti me pa, apo e mbyll pak, apo, por e hap këtu, apo nga se dikun duhet me mbyll për të fuqizu dikun me dala, apo. E këtë mbyllje dhe shtyrje, ka zemra ka duhet, e bon Latif, apo. E dikujt ja ka mbyll këtu, edhe ka mbyll këtu, edhe ka mbyll këtu, e ja ka hap këtu. Kjo është më e keqe që Allah na ruaj. Kjo është më e keqe e mundshme. Këtu shumë ja ka hap. Po këtu ja ka mbyll ato. E nëse këtu të ka mbyll pak, e këtu të ka mbyll pak, e këtu pak të ka mbyll, apo e në xhep e ka mbyll pak, e këtu e ka qel fort elhamdulillah. Që kjo është Latif apo. Spravan duke ti mbyll do rrugë do dyr për me hap dikun tjetër. E në qofë se është bërë hapja në zemër, që kjo është e ka në bëntemje, unë zishë më ju pagu juve, ma keni mshel këtë edhe këta ma keni mshel, apo Allahu pas ka dashi, ju më mi mshel këtu, ju e një argat e mi, apo po kja është dash vetë mi mshelune, ju po mi mshelni, e Allahu po mi qilë për zgaqmi për i zemër apëtën. Allahu është përblevt, që ka qëfar kuptimi i madhë me emnë Allah të Latif. Apo, kush, sikur ti kush, ti mshele këta, ata të mojë të mshel të trupiu për zgaqmi apëtën. Që e dhura të në, falënirës, Allah është përblevt. Shumë falënderës. Apo
Anë çfarë ka kuptimin temi rahimullah? Ju jeni duke i mbyll dot që ban pa to. Ma keni mbyll lirin, ma keni mbyll ushqimin, ma keni mbyll këtë, mi keni mbyll to. Po ju nuk dini çka më keni çelë shkresë që kishin mbyll kur. Kur se kishin mbyll. Prandaj ju ka thonë, Allahu është shpërblet, nuk di me çka më falëndëru. Për këtë mënyrë që më keni shkaktu. Nga se këtu më është hap shumë për kuptimeve të mëdha dhe të thella të kuptimit të drejtë të fjalës së Allahu xhallahu ala dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej asaj që ka përmendur Sheikh Sadi rahimullah është se për mirësisë së Allahu xhallahu ala ndaj robët e tij është që Allahu xhallahu ala t'ia mundson njeriu që tash ato që kemi thënë më herët mund të jenë pjesërisht me vlerëruar. Dikush mund të ketë një, dikush më pas një lutf, dikush më pas shumicë, dikush më pas krejt, ka të cilët është lutf sillet. Kjo është mirësia e Allahut që përzit ku t'i jap. Na po përmendëm disa forma të lutfit të Allahut ndaj robëve të tij. Kudo që e gjen veten tënde në këto, dije se nga kjo vjen ruje. Dhe kuptoj drejt e komunikatit me emrin Allah xhallahu ala el-Latif. Nga lutfi Allah xhallahu ala ndaj robëve të tij është gjithashtu se Allah xhallahu ala I mundson njeriu që të arrijë në mënyrë graduale shkallët e larta. Në mënyrë graduale shkallët e larta. Nëse për një herë sun bën atij. Andaj nganjëherë Allah xhallahu ala e trajnon robën me do punë që ty kur s'ta mërmene se këto janë shkallë dhe gradë për me shku atje. Neve s'na duken këto. Për shembull, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo I dërguar ka qenë bari. Çdo I dërguar ka qenë bari. Kur u kon bari? Po para se mu pejgamber. Allahu xhallahu ala shikoi ka bu bari. Bariu nuk është një, më qenë bari, nuk është një detyrë fisnike, nuk është një punë e madhe, apo? Është një belenkon ton, është një zanat të I nënçmuar me kon njëri bari. Apo nuk është një detyrë e lartë dhe me të arritura të mëdha në këtë botë. E çka është? Urësia që Allah këtë pejgamberit I ka u bari, I ka mësu më kujdes. Apo? Që ka prej bariut, I ka pregadit mi bo pejgamber. Ty kur mene as ta mërë apëtën. Apo? Po, prej një njëri në këtë shkallë, e prit shmash me kun këtu. Po, pi qëtujt me shku qëtujt, e po aje din ka he mësën robin apëtën. Andë nga një në duar, ne nuk në bëm përshtype se Allah u thot, rruga për fitore, ose rruga për pastrim, është kësajde. Shë Allah, që është kësajde mirakjo, edhe largë shumë edhe, po që kjo është lutfi Allah të zgjelë. Se e ka trasu rrugën e ngritjes, ka nuk u amër menja rëbëve ti, që ta është e msheft. Kush ja ka marrë menja, se një qaban I deleve, që ka ruaj delet me pare për buk në Mekë, s'ka pas as baba as non, do të bëhet njeriu më I zgjedhur në fytyrën e tokës. Këtë veç el Latif e bën atë. Veç el Latif. Që tha ata që se ka njoftë Allahu xhallahu ala, si kurajt e Mekës, si mushrik, ka thonë, asgjat Allah me që pejgamber kandidat pas tyja, pa me pakon për pejgamberin dash që ky. Se ky ka pas babën, nonën, elit, ka qenë, ka pare, ka krejt, e po ja. Jo, ai Allahu për pejgamber pregadit njerëz ka sta mërmen aty. Dika tjetër I qanë mi pregadit. Jo, ka ti do mi pregadit. Pa e pregaditja e robit për të ngrit nga disa anë dhe rrugë caktuara që s'na mërmen e neve kur, është pjesë e lutfit të Allahut për atë robave. Nëse me pa qunë do rrugë tje që njerëz bojnë, s'ki shku mu më ngrit atje kur. Nuk isha rrita drejgje. I shprish rrugës dikon. Prandaj, nuk mund është ti me arrujt një produkt që shti e ki ma letë, por duesh me arrujt si mbas instruksioneve që janë të parapana për mërët atë produkt. A dhe kjo zemër këtu, apo, a I mishin kër të therë njëri, duhet me konë I ruhet në vend caktuar, temperatura me konë e caktuar, apo e ka një kohë afat caktuar, gjitha janë caktuara. Pa dhe kjo zemër që Allah e ka vendosur tu, apo, e ka një temperaturë caktuar, e ka një minutë caktuar, e ka një kohë caktuar, apo që nëse e ka një rrugë caktuar, e ka një vend caktuar, nëse gjitha këto nuk respektohen, prishet për rrugës apo.
prishet. Sikur që edhe ne bëjmë me fëmijët tonë kur janë të vegjël. Ti ki qef shumë me adhon do mish me hongre, po i mirë, ose një ushqim caktuar, mirë po çka, kujdesi se ja, nuk rritet me mish. I vjen vakti. Apo i vjen vakti. Që ka butësia jote ndaj fëmijës tonë, i vjen vakti. Ani edhe këta han. Edhe këta këtë i vakti, veç duhet ka dalë. Prandaj Allahu xhallahu ala kujdeset për robën e tij në mënyrë që ai e din që është më mirë për të ngritur në shkallë e larta të udhëheqësisë, devotshmërisë dhe bamirësisë. Gjithashtu prej asaj që e ka përmendur Sheikh Sadi rahimullah është për lutfit të Allahut azza xal është se Allahu xhallahu ala që mundson njeriu që të edukohet dhe të rritet në një mes të pastër të sigurt, të njerëzve të ditur dhe devotshëm ato. Sikurse e përmend Allahu xhallahu ala për Marimin, apo ja ka mundsuar që prind me pas devotshëm, por jo çkaç, po ja ka mundsuar që edhe mësues me pas mirë ato. Apo fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Po, e ka mundsuar që me ulin dhe me urrit dhe me u zhvillu në batën hasanan, rritje dhe zhvillim të mirë, në mes të mirë, me prind të mirë. E pastaj kur ka dalë nga dora e prindve, kefeleha Zakaria, e ka autorizuar Zakaria më kujdes për të hapën. Kjo e lutfi Allahut azza xal për të hapën. Prandaj, sikur që ka thonë Sufjan e Thauri rahimullah, nuk e di për cilën mirësi Allahun me e falendëruar më tepër. Apo për islamin që më ka dhënë, apo për mësuesin e mirë që më ka mundsuar me pas ato. Qase udhëzuesi i mirë dhe mësuesi i mirë është vendimtar për cilësitë e islamit tonë. Ne kemi sonë perëndim njerëz që e duan islamin, e kanë pranuar islamin, por takimi i pasur ka qenë ndoshta me apo ai ka dashur në islam, që aty ka mbetë ato. Nëse s'ka vazhduar me kërkuar të vërtetën, ka mbetë aty. Ka mbetë i gjymtuar. Ndoshta nganjëherë më mirë të kesh mbetë ku ka qenë se ai që është bë. Se ku ka qenë s'po ku kesh kërkuar të vërtetë dikur. Nëse këtu mbetet i kënaqur me atë që ka arrit, nëse s'ka arrit kur gjë heq. Nëse është bërë pe kufrit, është bërë shirk. Nga shirkiat është shumë që ka të shumë fraksione të kësaj radhe. Prandaj mundësia që Allah ta jap që mos të bredhësh, mos shëtitesh, por të takosh nga ditët e para dhe në udhimin tënd te Allahu xhallahu ala, ti je i shoqëruar me mësime të sigurta dhe i edukuar në duar të sigurta, kjo është mirësi e Allahut në lutje ndaj teje. Që njeriu duhet me e kërku këtë midis. Duhet me kërku këto dur, kudo që të janë. Në vendin e tij, jashtë vendit të tij, s'ka këtu jashtë, ka kudo qoftë, por duhet që me e kërku këtë dhe kërkesa për këtë është pjesë e lutfit të Allahut ndaj tij. Që me ta mundsu që mos të bredhësh, mos të lodhesh, apo mos të raskapitesh, mos të mbushesh me vezvese dhe hamendje të ndryshme, por që nga dita e parë ti kesh gjërat e qarta, ti kesh gjërat e pastërta, të qiltra sikur se loti. Kjo është mirësia e Allahut ndaj teje. Nëse ta ka jap kët, di se të ka trajtuar me emrin e tij El Latif. Edhe pjesë të tjera të shumta që kanë mbet pa u trajtuar, por këtu po e bëm një ndalje dhe me kaq po japim fund pjesës së parë, e vazhdojmë inshallah në pjesën e dytë për të vazhduar më tutje me shërimin e emrit Allah xhallahu ala El Latif. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.